është definitivisht është një propagandë. Diçka tjetër që ka thotë është që kemi rregulluar raportet tona miqësore me shtetet në arenën ndërkombëtare, gjatë që kjo kemi rregulluar dhe kemi krijuar miqësi, duhet me u sqaru me diçka konkrete. Rregullimi i raporteve dhe krijimi i miqësive e ka edhe një diçka tjetër. Ose duhet me pas marrëveshje ekonomike, ose duhet me pas marrëveshje sigurisë, ose duhet me pas një marrëveshje politike që nënkupton një njohje të re nga një shtet i ri. Ne nuk kemi s'pari asnjë njohje, kemi probleme me vendet të cilat i kemi pas marrë njohjet e tyre në raporte diplomatike dhe kemi probleme në vendet e cilat e kemi pas një lloj vije të mesit të komunikimit, nuk kemi pas njohje mirë, po kemi pas disa raporte diplomatike e që në disa raste janë largu tërësisht, në disa raste janë shuj total. Kështu që kjo kemi rregulluar raportet me miqt është një farë forme vetëm një thanje e pambështetur askund. Diçka tjetër që e kanë përmend janë ndërmarrjet publike. Gjë që ka qenë njëra ndër pikat kryesore, edhe që në kushte normale pika kryesore në qeverisë do duhet të ishte kjo ndërmarrjet publike, sepse ata janë thirrë vazhdimisht që e kanë përmisu, madje këtu thuhet që janë kthy ndërmarrjet publike në një ndërmarrje që punojnë me profit edhe me fitim mirë, po harrojnë që në gjitha buxhetet që nga viti 2021 deri në vitin 2024, unë me sa e pashtu një raport që është prej auditimit për performancën e ndërmarrjeve publike, del që prej dikon janë 19 ndërmarrje publike, domethënë 1, 2, 3, 4, 5, dikon 9 prej tyre deklarojnë që në vitin 2021, vitin 2022 dhe vitin 2023 kanë performuar me humbje. Do thotë gjatë qeverisës... Që është raporti tyre. Nuk e ka bën këtë raport kërkosh, është raporti vjetor i performancës së ndërmarrjeve publike që është në faqen zyrtare e kryeministrisë. Pra në qoftë se raportin vetë e kanë konstatuar këta, sepse këtë raport këta është dashur me përgatit në mënyrë që me arsyetu numrin e madh dhe vlerën e madhe monetare të subvencioneve që ne kanë dhënë përmes buxhetit të shtetit. Këto është një anomali edhe është një diçka jo logjike, edhe qytetarët që nuk merren me këtë punë duhen me kuptuar shumë lehtë. Në qoftë se një ndërmarrje publike po performon aq mirë sa që ka dalë me profit në fund vitit, cila është arsyeja që na duhet me subvencionu një ndërmarrje të tillë. Është definitivisht është absurde kjo punë. Tash plus që është tjetra, na duhet me i marr, sepse kur po vjen koha me i marr meritat, po i marrim meritat për veprime të cilat edhe ne nuk kemi kontribut në mënyrë direkte, siç është rasti me liberalizimin e viza, po e marrim meritat. Tek ndërmarrjet publike, mos harrojmë, në vitin 2021 pas marrjes së qeverisë ne kemi ndryshuar shumicën e bordeve në për këto ndërmarrje. Një pjesë tyre janë shkarku komplet, janë vendosur shtrues detyre, madje edhe jashtëligjshëm kanë ardhur më shumë se 6 muaj, sepse ligji e thotë që nuk kanë drejtë me qëndruar më shumë se 6 muaj, mirë, por këta kanë qëndruar një vit ose 2, e para nëse kanë ndryshuar të gjitha bordet. Edhe janë emëruar nga qeveria, edhe prap ka pas humbje, prap ka pas nevojë për subvencione, atëherë fajtori duhet jetë dikush. Kthehemi pas pak tek ju Shkodran, sepse kam dhe një pyetje që do doja të përgjigjesh. A mendoni se formimi i një qeverie të re, Kurti 3, mund t'i adresoj këto sfida, për cilat i trajtuam së bashku, apo do të ishte më e përshtatshme një qasje tjetër politike? A do duhet ta ndronte qasjen qeveria Kurti 3? Unë kam thënë disa herë, nëse zotri Kurti mendon të vazhdoj me qasjen e njëjtë si e ka pas deri tash si kryeministër, këtu po i referohem raporteve me aleatët ndërkombëtar, ku ai dështoi të koordinohet çdo herë për veprimet që i ndërmerrte në veri. Nëse mendon të veproj kështu, ma mirë është të heqë dorë nga detyra e kryeministrit. E dyta, nëse nuk bën përzgjedhje të mirë të ministrave, që do të thotë të gjithë ministrat që i ka pas deri më tani, të cilët nuk kanë treguar suksese, do duhet t'i ndronte dhe të sjellte njerëz të ri, ekspert të ri, të cilët mund t'i kryejnë detyrat e veta, atëherë unë besoj se nuk do të ketë kurrë suksesi. Por, mendoj megjithatë, pasi që jemi në prag tani më do të fillojë ndoshta edhe procedura e formimit të qeverisë, mendoj që lëvizja vetëvendosje nuk ka kuadro ekspertësh, nuk është brenda vetës, nuk ka dhe po dështon të marrë nga jashtë strukturave të veta. Pra mendoni që do të formoj qeverinë? Deshta të kthehem këtu. Mendoj që prandaj do të ishte mirë që lëvizja vetëvendosje e para të hap rrugë dhe të marrë dikë në koalicion me vete që ka ekspertizë më të madhe. Partitë pra që janë në opozit,
Tani për të mos u kthyer, se e kemi diskutuar dhe e shteruar ndoshta debatin e saj se çka po ndodh, ne po shohim që nuk ka lëvizje nga asnjëra anë. Ajo çka po dëgjojmë është që ka tendenca të mirën vetëm deputet nga ndonjë parti në mënyrë që zotri Kurti para publikut, para qytetarëve, votuesve të vetë të thotë se unë jam i vetëm duke qeverisur. Si që kam thënë, i vetëm, të vetëm do të bëjmë qeverin, që për mua është një qasje shumë egoiste. Pra mund t'i bëjnë numrat me deputet, si kurse që shpati ndodhur edhe me një deputetet të Partisë Demokratike dhe me deputetet tjerë në të kaluara, në qeveri të kaluara. Ardian do të mund të formoj kështu qeverin, apo do t'jetë me ndonjë nga partit opozitare në bashkëqeverisje? Po, do mundet me kriju qeverin, qofë se dënë me kriju qeverin, për lufta është për opozit, që shpo shihet, edhe opozita, edhe pozita nuk po dojnë me i kriju numrat. Sinqerisht, unë ashtu po e shëf këtë farë figure, sepse zotri Kurti ka 2-3 mangu, 2-3 deputet, ose 2-3 numra, që nuk është shumë. I kemi bot ashtë deputet numra, se deputetit do duhet të ishte njeri u më i rëndësishëm shtet, po i kemi bot numra fatkesisht. Njëre tha ordi do duhet. Do duhet. Nuk i di shumë i ca për ty nësa janë të vedishëm se qëfar pozite kanë marë. I ke për shambull rrëth janë të vedishëm. Diku 8 deputet legislacionit kaluar të lëvizjes vetëvendose që për herë të parë që kanë hapur llogari bankare ka qenë kur kanë fillu deputet. Dhe me thonë puna aty në e parë deputet, nuk është punë deputet. Do të në kuptu, deputet është përgjithësia më e lartë të kuadër të shtetit. Mirë, ngritja e këtë akuzës ndaj ministrit Damka, a mund vështirësoj formimin e qeverisë nga ana e Kurtit? Nuk besoj që mundet, sepse në qofë se nuk shkon Damka, e vendos dikë tjetër në vend ti, nuk është që lunë ndonjë rol të madh, por kjo të regon se çfarë kredibiliteti ka si qeverisje, duke pas parasysh një ministër si Damka, po me gjithat, i njëjti është i pafajshëm deri sa nuk prezumohet fajësia e tij. Kështu që nuk po paragjykojmë në atë se çka ka bërë. Megjithatë, Kurti mund t'i bëj me 3 numra, me 3 deputet të cilët mund t'i marrë nga partit tjera. Po, mund të krijojë qeverinë. Nuk është që nuk ka njerëz të hapur, ne po e shohim disponimin e partive të ndryshme. Shumica prej tyre janë të hapur, pavarësisht që deklarojnë që nuk janë për, janë kundër, ne nuk bëjmë kur me ata, ne s'bëjmë kur me këta. Ne i dim se ne këtu i kena qëllu 26-7 vjetë e fundit, e kuptojmë kush me kë ka bo koalicion, kush kë e ka akuzu edhe për vrasje, pas ta i kanë shku në koalicion bashk. Njëta gjo po ndodhe me vetë vendosin, do me thonë këto lojna politike janë të pandershme, dore në zemër. Do duhej që të kishte një farë kufiri deri ku mund të shkot, qof me gjuhën, qof me veprimet, por me gjithat kjo është kultura jonë politike në vend, dhe ka mundësi që për shembull e kemi deklarimin e zotrit Limaj, i cili nuk duhet të keq kuptohet, pavarësisht që po interpretohet keq. Zotri Limaj ka deklaruar që unë jam për një qeveri të opozitës. Por në qoftë se opozita nuk arrin ta krijoj, jam për një qeveri të pozitës, pra me vetëvendosen. Tash njerëz po mendojnë që kjo mundet me qenë lojë, por nuk mundet me qenë lojë, sepse e dim pozicionin e Fatmir Limajt edhe e dim pozicionin e zotrit Kurti.